Fresh me fresh. Atë që po gatuj. Pa presh ta ha. Qa është ajo haja një tjetër pa presh? Që do thot? Në çfarë konotacioni e përdor ti këtë? Në çfarë konotacioni e përdor ti? Nuk e di, jo se përdora. Unë po haja diçka pa presh. Po ti çfarë konotacioni e përdor? Ushqim. Ushqim? Po pra, se që përdori dhe vajza si ushqim. Qa konotacioni ta përdori Ti je ty the kjo? mother. Ina. Ti je the mother. Ndoshta dhe jam. Me Çfarë Inën konotacioni ta kam përdori Ina? Ti të vish me mua, të komunikosh me mua. Në qoftë se ti përdor të njëjtin konotacion si Ina. Dy palshe. Dy palshe. di unë se me si Inën komunikoj. flas Ashtu siç i takon. Okej, atëherë si thua haje edhe një tjetër pa presh? Çfarë do të thotë haje edhe një tjetër pa presh? Një pa presh? Po, haje pa presh sepse më tha merr një pa presh, po flise me Inën. Dhe ti pse të pëlqen? Po, i thash sepse është pa presh. Ti thua haje edhe një tjetër pa presh. Po marr një. Po në çfarë ta ha pa presh? Çfarë ta ha pa presh? Atë që ngrish pari. Çfarë hënga pa presh? Atë që ngrish pari. Është ajo që unë pa presh. Unë po flisja me Inën dhe tha merr një pa presh dhe thash cili është ajo që ty të pëlqeu. Ti tash i thua mua haje edhe një pa presh. Këtë gjë. Po ti manipulimin tash që i bëni bashkë atë të dy. Që e merr dhe dela aty. Po dela aty, po ti se bën dot me mua. Manipulimin se bëj dot me ty. Ti se bën dot me ty. Ti nuk e bën dot me mua, se ti nuk e pasur kur guzim të më bish mua përballë. Unë s'e kam ardhur ty kur përballë.